Seanca gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt ka vijuar sot me administrimin e një sër provash të reja të paraqitura nga prokurorja Javorka Perlinčević. Ajo ka zbardhur përpara trupit gjykues komunikimet e shumta që sipas hetimeve janë zhvilluar nëpërmjet të pandeurve Naim Murseli dhe Granit Pllava në ditët që paraprin krimin. Sipas prokurores, hetimet kanë zbuluar komunikime intensive përmes WhatsAppit mes dy të dyshuarve nga 23 nëntori 2023 e deri në natën e vrasjes, më 29 nëntor. Një nga mesazhet kyçe të prezantuara në sallë, që dyshohet se është dërguar nga Naim Murseli, është ky: "Shok, sigurisht kryet nesër." Atë kanë thënë shtëpia për para dite? Ajo sqaroi gjithashtu se komunikimi i fundit telefonik mes tyre është regjistruar më 29 nëntor 2023 në orën 19:01, një bisedë 28 sekondëshe përmes WhatsAppit. Një provë tjetër e rëndësishme e paraqitur nga prokurorja janë pamje video të marra nga restoranti Etno Kuqa në Graçanic. Ato tregojnë se më 29 nëntor, si Naim Murseli me familjen, ashtu dhe Granit Pllava kanë qenë në të njëjtin ambient. Pamjet dokumentojnë se Pllava ka dalë i pari, ka hipur në vetur dhe ka pritur derisa Naim Murseli të largohej me familjen, të cilët më pas i ka përcjell me automjetin e tij. Kamerat e sigurisë që incizojnë brenda dhe jashtë objektit kapin qartë lëvizjet dhe drejtimin e automjeteve të dy të pandeurve. Pas administrimit të provave video, seanca u ndërpre për një pauzë të shkurtër. Prokuroria konfirmoi se gjatë vrasjes është shkrepur vetëm një plumb, gëzhoja e të cilit është gjetur në vendin e ngjarjes dhe do të përdoret si provë balistike. Në vijim, prokuroria ka prezantuar të dhënat financiare të Naim Murselit, duke zbuluar se borxhet e tij në mars të vitit 2024 arrinin në shumën 475.968 euro. Shuma përfshin mbi 369.000 euro borxhe kryesore dhe rreth 106.000 euro detyrime ndaj personave fizik. Një tjetër provë e rëndësishme erdhi nga autoritetet suedeze, të cilat kanë dërguar dokumentacionin që vërteton se Liridona Ademaj kishte një policë sigurimi jetësor aktive, të përfituar më 25 qershor 2022 me vlerë 3 milion korona suedeze, rreth 272.000 euro. Në mungesë të përfituesit specifik, ligji suedez përcakton si përfitues automatik bashkëshortin, në këtë rast Naim Murselin. Seanca pritet të vijojë me administrim të provave të tjera video dhe dëshmi të tjera shtesë.